Sot kemi F90 që e keni kërku gjithë. Shofim interiorin. Ndryshimi të kjo e 35 vjetorit, ka bronz këtë pjesën këtu, me qepje, kjo ngjyra e qepjes që është e verdhë, që e ka vetëm kjo edicioni 35 vjetorit, edhe poshtë me qepje, sedilet me memori normal, bokset Bowers & Wilkins, edhe të sedilet qepjet i ka me këtë tegelin e verdhë, sedilet elektrike me lambar support me përthyrje me të gjitha, me logon me PS-ës këtu që 20, që e ka komplet cross-coatin me qepje, me head-up display normal, boksi Bowers & Wilkins aty. Ja edhe këtu edition 530 jare, 35 vjetori, 35 years, që është ajo, 1 nga 350. Tu është wireless charging të poshtë, janë cup holdersat, ka vend për USB. Tu pastaj kamerat, sensor të parkimit, marmitat sportive, timoni, sport, comfort, sport plus, i vendos direkt tu. Kontrolli stabilitetit off tu. I ke gjitha gjonat, shortcutet e gjitha i ke këtu. Tu ke shortcutet, tu kontrollo iDrive-it, start stopi, tu ke këto collision alerte që janë këto kur mos përplasesh. Është tavani alcantara komplet, s'ka panoramje, shumë pak kanë qenë që janë bo kështu me bagjo, shumica kanë qenë me karbon tavani për tul peshët. Timonin pastaj me M1 me 2 që i ke për shkurt. To janë tot cruise controllit e lane assistit që hec vetë, të kthe vetë kthesa, timoni me ngroje, këtu janë pastaj këto audios, pedal shifterat mrapa plus minusat. Shumë interior i bukur, ka këto qepjet shumë bukura gjithanej, edhe këtu poshtë i ka qepjet të kjo thigh supporti. Sedilet shumë supportive për të mbajtur në vend, shumë interior i lezetshëm është. Pak më ndryshe se tjerat, e dallo që s'është më pesë shu, e thjesht. Si i ka këto veçantiti, kanë bo ato, për këtë punë kanë bo të veçantë. Ka dhe plakën, se pam, ta shohim me mrapa. M5, edition 35 vjetë. I pas edhe te që shpejtësinë maksimale ka më shumë se standardet.